A e kuptoni ju se çfarë do ndodhi në Shqipëri sot darkë apo se kuptoni më? Sot është dita që në çdo familje shqiptare ka përplasur lufta e tretë botërore. Sot është dita ku çdo market poshtë pallatit shet më shumë patatina dhe limonata se çdo ditë tjetër të vitit. Sot është dita ku kombi ndahet në dysh, në ata që mbështesin personazhin pozitiv dhe në ata që mbështesin personazhin armik të popullit. Besoj e kuptoni për çfarë po flas. Sot fillon Big Brotheri dhe të gjithë rrjetet sociale do shpërthejnë se si ju është e veshur prezantuesi, se çfarë fjalë është tha opinionisti, se kush hyri banori i fundit, jo po si ishte pishina, jo po si ishin dhomat e gjumit, kështu që do keni 4 muaj që të komentoni në rrjetet sociale dhe ta mbushni ditën tuaj me këto gjëra se gjë tjetër nuk është se ndodh në Shqipëri. Më vjen shumë keq për gjithë ata çuna që do shkojnë në shtëpi dhe nuk do kenë mundësi të shohin as lloj ndeshje dhe as lloj filmi, sepse familja do shohë Big Brotherin. Dhe për ty që po e shikon këtë video deri në këto momente, po të them që kjo kamera këtu sipër është e Big Brother dhe syri po të vëzhgon. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.